Po, vetëm do të uroja, do të dëshiroja me shpirt që LRI-ja si që imponohet për këto ndryshime, të imponohet për ritmin e lëvizjes së të gjithë LSI si pas motos tonë të eci më shpejt. Petrit Vasili ka kërkuar fjalën. Po, Petrit. Pra, basi bëm një vështrim integral të gjithë dokumentit, unë i kërkoj konventës që të marrë një konsiderat dhe një propozim tjetër. Komiteti Drejtues Kombëtar, cili neve zgjedhim sot, me i votim elektronik të fshet dhe një standardit lartë, pra i votim të një standardit zbatuar kur në parë, na mundëson që të kemi një forum të rëndësishëm si që është Komiteti Drejtues Kombëtar. Por, dinamika e LSI-s ka treguar dhe ka provuar qartë që ndryshimet, motivimet dhe pruret që në LSI ka ndodhur kohë pas kohë kanë qenë të rëndësishme dhe në disa realitete elektorale në zona dhe në pjesë të tjera të vendit përcaktuese. Sigurisht që këto realitete ka nevojë dhe për përfaqësimin e tyre në forumin më të lartë ndërmjet dy konventave që është Komiteti Drejtues Kombëtar. Ndaj, duke parë këtë dinamik të një rritje shumë të madhe dhe impresive të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kërkoj dhe i propozoj konventës që pjesën e përfshirjes, pra kooptimit, përqindja e cila është parashikuar të jetë në 5%, të jetë në masën 10%, në mënyrë që ky forum i lartë i yni të jetë i hapur për realitetet dhe për personat të cilët kanë fuqi, demonstrojnë ritëm të lartë, demonstrojnë rezultatet të larta, duke e bërë një forum të mundshëm dhe të hapur për ta dhe një forum motivues për ta. Kështu që përfundimisht formulimi im që propozoj ishte që kjo pjesë e përfshirjes në periudhën ndërmjet dy konventave të rritet në masën 10%. Po. Faleminderit. Edhe njerë, ju lutem pak vëmendje. Propozimi që bën, ju lutem, zonja dhe zotrin delegat, propozimi që bën Petrit Vasili kërkon të ndryshoja të pikë të statutit ku ne kemi tani të normuar që KDK-ja gjatë periudhës midis dy konventave ka të drejtën të kooptojë në KDK 5% të numrit të vet. Propozimi që bën zoti Vasili është të bëhet 10%. Kush është kundër me propozimin e zotit Vasili? Nuk ka. Kush është pro? Miratohet. Kam edhe unë një propozim që vjen si reflektimi zhvillimeve të kësaj konvente, i cila është më shumë një korektim në fakt që në pikën 11.8, kur flitet për Komitetin Drejtues Kombëtar, në funksionet që hynë ex officio antar komiteti, si që janë kryetari i LSI-s, kryetari i LRI-s, i LGI-s, kryetarët e partisë rretheve, deputetët, kryetarët e zgjedhur, kryetar komunash apo kryetar bashkie, të shtohet edhe që janë automatikisht antarë të KDK-s, kryetarët e LSI-s të qyteteve apo të rajoneve që veprojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Do me thënë, kryetari i LSI-s së Athinës ka statusin e barabartë me kryetarin e LSI-s të një rrethi në Shqipëri dhe hyn automatikisht edhe 4 kryetare që ka LSI-ja, 3 në Greqi dhe 1 në Itali. Kush është dakord me propozimin? Miratohet. Në një propozim tjetër, urdhëro. Po urdhëro. Vetëm me qetësi, pa asnjë problem. Ta dëgjojmë, ju lutem vetëm delegatit prezant. Delegati Vlorës, kujtim Suçe. Po kujtim. Një sugjerim kam atë që e thash, po masë se dëgjuan.
Po. Mirë është që mikrofoni qarkulloj edhe këte nga rrethet. Urdhro? Dhe jo vetëm për Tiranës, edhe rrethet kanë mendime për statutin e për programin. Po, kujtim. Që t'jem konkret, tek pika për fraksionet, unë nuk do t'isha dakord që të ishe në statut që LSI-ja të pranoj fraksionet. Me argumentin që ne jemi një parti në rritje, edhe në sasi dhe në cilësi, dhe fakti që bëhet edhe ndryshimi në statut që organizatat e LSI-s do t'jenë nga 10 zbresi në 5, tregon që ne akoma jemi duke u formatizuar. Në këtë aspekt, lejimi i fraksioneve më shumë do të prishte punë se sa do të zgjidhte. Duke qenë një parti e vogël dhe në zmadhim, nuk na duhet të paktën edhe për një 4 vjeçar që të miratojnë fraksionet. Faleminderit. Faleminderit kujtim, me qenë se unë dhe kujtimi vim nga një parti që kishte frikë nga fraksionet, nuk mund të bëjmë prapa ktheu, sepse drejta e fraksioneve është një standard demokratik dhe LSI nuk ka pse të ketë frikë, as nga ai që shprehet kundër, as nga ai që do të bëjë fraksion, sepse kjo është një vlerë që dëshmon vitalitetin e LSI-s. Mirë, atëre, kush është dakord me statutin në tërësi, ju lutem të çoj mandatin flet në votimit. Miratohet dhe urime të dy grupeve të punës dhe kontributit të gjithë delegatëve për kontributin e vyer që dhanë në diskutimin e programit politik dhe të statutit.